Territori i Kosovës për datën 22 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod pisërisht i paqëndrueshëm. Paraditja do të dominohen nga vranësira të cilat her pas here do të shoqërohen me rreshje lokale shiu, ndërsa gjatë pasdites priten dhe intervale të kthjellimeve. Në zona të veçanta nuk përjashtohen shtrëgata apo të shkurtra. Paraditja do të ketë një mod vranësirash me rreshje lokale, ndërsa pasditja vijon me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 13 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 26 gradë. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë 5 deri në 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:14 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 14 deri në 24 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 23 gradë. Skënderaj 14 deri në 24 gradë. Pej 14 deri në 24 gradë. Prishtinë 14 deri në 24 gradë. Gjakov 14 deri në 26 gradë. Malishev 14 deri në 25 gradë. Gjilan 14 deri në 24 gradë. Perizaj 14 deri në 24 gradë. Kaçanik 13 deri në 23 gradë. Suarek 14 deri në 25 gradë. Prizren 14 deri në 26 gradë Celsius.